Shumë prej pronave private të cilat gjenden në qytetin e Vlorës prej vitesh janë kthyer në një gangren për qytetin, për shkak se këto ambiente kanë rënë pre ndotjes masive, duke u grumbulluar aty sasi të konsiderueshme mbeturinash, të cilat më pas kanë ndotur qytetin, duke u kthyer në problem për banorët e zonës. Bashkia e Vlorës ka tashmë një vëmendje të dedikuar për sa i përket pronës publike. Ambienteve të cilat deri dje kanë qenë në mes të ndotjes, kanë nisur të pastrohen. Aksion ky i nisur disa ditë më parë me ish kinema Ali Demin, i cili po vazhdon me ritme në qytetin e Vlorës. Aksion ky për pastrimi nga mbeturinat të një objekti në rrugën kryesore të njohur si Rruga e Centrales, i cili është inspektuar nga afër nga kryetarja e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini. Në fjalën e saj, Mersini thotë se qëllimi i këtij aksioni nuk është të cënoj pronën private, sipas Mersinit, aty do të kryhet pastrimi i këtyre objekteve dhe më pas do të ketë bashkëpunim me pronarët e subjekteve që të mbajnë pastër ambientet që ata kanë në pronësi. Që ne Vlonjati ishim Rruga e Centrales, edhe kjo ashtu siç ishte kinema Ali Demi, është një pronë private, e braktisur për shumë arsye, por detyra jonë është që të edukojnë njerëzit që ky edukim mjedisor, mbajtja pastër ambienteve është detyrë publike gjithsesi. Pra ne nuk cënojmë pronë private, por do ta pastrojmë, do bëjmë detyrën tonë dhe pastaj në bashkëpunim me pronarët e atyre tokave do t'i lutemi të fillojnë mirëmbajtje. Aksionet e pastrimit të qytetit nuk do të ndalojnë asnjë ditë, as përpjekja për të ndërgjegjësuar banorët që të mbrojnë dhe kujdesen për ambientet e përbashkëta, ftohen qytetarët që të japin kontributin e tyre maksimal në këtë drejtim, që secili prej nesh të jetë faktori i paksimit të ndotjes në qytet.